Ky është momenti kur tanket ukrainase sulmojnë vijën e frontit dhe kalojnë përmes dhëmbëve të dragorit të vendosur nga Rusia, ndërsa forcat ukrainase vazhdojnë të avancojnë në territorin rus. Së fundmi ushtria ukrainase ka hyrë në rajonin e Belvogorit në Rusi dhe kjo konfirmohet publikisht nga presidenti Volodymyr Zelenski. Pamjet tregojnë tanke ukrainase pranë fshatit Demodovka, duke çarë mbrojtjen ruse dhe fortifikimeve që synonin të pengonin përparimin e tyre. Ky operacion vjen në një moment kur përparimi i ushtrisë ruse në Ukrainë është ngandërsuar ndjeshëm. Sipas Institutit për Studimin e Luftës me qendër në SBA, Rusia ka marrë vetëm 240 km2 tokë në muajin mars, shifra më e ulët që nga nëntori 2024, krahasuar me 150 km2 të fituar në muajin shkurt. Pavarësisht kësaj, presidenti rus Vladimir Putin ka njoftuar mobilizimin e 160.000 trupave të tjerë për të forcuar operacionet ushtarake. Nga ana tjetër, Ukraina po intensifikon sulmet përgjatë vijës së frontit, ndërkohë që Rusia nuk po tregon gatishmëri për të negociuar një marrëveshje paqe. Situata mbetet e tensionuar ndërsa luftimet vazhdojnë dhe të dyja palët përgatiten për zhvillime të tjera ushtarake.